kanë qendra, kjo është një rrugë e suksesshme, por si çdo lloj eksibicionizmi ekstrem, nga të dyja palët arriti të deformoj me sukses kauzën e plot. Unë jam pro artit, pro shpreh. Je pro artit që kuptohet, apo pro artit që keq kuptohet? Shiko. Arti në gjithë botën keq kuptohet tani që ta kuptojnë se... Se kemi fajin mes është një formë arti e veçantë që dëshirojnë që keq kuptohet. Arti shokut quhet. Arti nuk është një turm. Në momentin që diskutohet, atëherë jemi të suksesshëm në fakt për një vërtet. Çështja është se ky është niveli më i lartë artistik që pas kërkemi pretenduar ne të arrijmë në Shqipëri? Do më lësh vetëm 30 sekonda. Do të lë patjetër. Të gjitha veprat, pra që ne i quajmë site specific, që janë krijuar gjatë kohërave të ndryshme, nga momenti që nuk ka vandalizëm, arti postmodern e lejon ndërhyrje mbi to, pa e deformuar, por duke vën aktin e një, si më thënë, artisti, i cili mund të jetë emergjent, si që është rasti konkret, pavarësisht kauzës, pra nuk është se ka ndonjë vandalizëm. Duke vlerësuar Elidon. Jo, të lutem, kam vetëm një pyetje. A ndërhyn ti dot për shembull në Paris ose nuk e di në këto mozaikët shekullor, a mund të ndërhysh ti kushdo qofsh? Ka shumë të tillë përveç Francës një postmoderniste mbi arte. Është një qasje një postmoderniste dhe vërtet ndërhyet, por a duhet Gjermani, në Poloni, në Itali, konkretisht në Rom, Firenze dhe Venecie ka pas raste të ngjashme, domethënë, për të përçuar mesazh, sepse çfarë bën arti bashkëkohor përcjell mesazh, nxit debat. Në moment që nuk nxit debat, atëherë nuk ka art aty. Arti ka vdekur. Konkretisht, arti ka në moment që nuk nxit debat, arti ka vdekur sepse debati ne kriteret se çfarë duhet të arrijë. Ne kjo gjë, nga që nxiti debat jemi sot këtu. Ajo simbolik paraqet shumë. Aty është gruaja me xhublet. Kush e bukur? Jo, ajo është mesazh sensibilizues. Aty nuk është bukur. Aty është një mesazh që paraqet sepse ajo gruaja e qethur aty është në kushtet e një diagnostikimi me kancerin e gjirit dhe është në momentin e trajtimit me kimioterapi. Dhe në rast se shef simbolikën kemi në lagje e shohim, po pra sepse ne kemi mungesë arti duhet të marrim të bukurën. Arti postmodern ka zhveshur, ka hequr të bukurën dhe kriteri vetëm është funksioni. Ose ka ndryshuar hierarkinë. Funksion e bukura nuk e di ku është. Duhet e bukura dhe pastaj funksioni. Ky është problemi. Aty ta thash, ajo imazh paraqet, domethënë, një nga periudhat më të vështira të gruas që trajtohet me kimioterapi dhe është një nga momentet ku shpeshherë nxiten dhe ato kundërshtuar me çfarë hequr dhe pushka tani se ajo pushka aty tregon që unë këtë luftë po e fitoj me pushkë, se këtu s'ka ilaçe, ka një simbolizim në gjirin e djathtë. Unë si gazetare për shembull dhe kulturës që kam qenë, po të bëj një zbërthim propagandistike ishte tabloja, pastaj u par propagandës. Pra, po flet jashtëzakonisht mirë studiusi, ne kemi mbaruar Institutin e Lartë të Arteve të bukura. E bukura sot, çuditërisht, është provokimi, e bukura sot është ajo gjëja që ne dim që na vën mbi kapele. Po filozofia e asaj foto kush është? Ai thot fatkeqësisht, po më duket se po thot fatkeqësisht. Filozofia që kupton ti nga ajo foto tani. Them dhe diçka. Nëse janë hequr flokët, hiqe edhe pushkën. Një kolegu jon, edhe vendos një mesazh domethënës në dorë. Mund të më dëgjosh një sekond, një kolegu jon, sepse ne bëm debat në universitet. Një kolegu jon tha një gjë të jashtëzakonshme. Ti pra punë, tha do të jeni më sensibilizuar për smundjen e zorrës trash. Po. Kanceri prostatës. Për kancer e prostatës. Madje, sa i përket si do ta bësh me sensibilizim atë? Jo, po për kancerin e prostatës është kollaj fare. Hiqini brekët në një burrë aty dhe mbaron punë për 2 minuta. Ajo është art. Është art për mua. Edhe këtë e kemi menduar të së. Dhe fundit fare, diskutimi që mbyll ishte në rast se do kthehemi përsëri në komunizëm, të gjithë miliarderët do bëhen sekretar partie. Ja, gati ata. Të bëj pyetje se më the pak më herët që ju ka pa ditë. Po, e dëgjova në një. Ti je artist. Unë vi dhe shoh veprën tënde, më fal pra, shoh veprën ta, unë jap opinione, unë jam gazetar dhe kam drejtën e Zotit për me dhënë opinion si du unë për këtë çështje, më fal pra. Jo, edhe herë. Unë vi dhe shoh veprën ta atë. Dhe them, ora ky Elidon Alidia pas ka fut kot fare kësaj më.
Do më çosh në gjyq për këtë? E para njerë që do të kuptojmë... S'ka për ta thënë për Elidonin, e para. Po pyes, por se shiko, jo, po kjo është shumë e rëndësishme se këtu po mundohet me u kontrollu fjala, pra e kupton, është i problem më i madh ky. Pra ti, jam gjyq me Rion Belini. Shësho, ata, ideja e saj ishte këtu, që thanë, kanë bërë një travestit, dhe kjo ishte ideja, po jo se... Jo, kështu tha. Të jap një përgjigje, unë sigurisht do t'jem më i ndjeshëm se të gjithë ju, sepse kam mbi 150 vepra publik. Pra kam lyer gjithë pallatet e Tiranës dhe kam dëgjuar të gjithë. Pra po përgjigjem me agresivitet. Pra unë do të thosha që më fal, po këto që thua janë vetëse një idiotësi dhe do ta përballoj këtë moment. Por ka pas një rast që kam qenë i angazhuar i gjithi me mish me shpirt për të kontribuar, sepse dhe buxhetet kanë qenë të mëshme, shumë të pakta. Dhe ka qenë një deformim i tillë me një nga muralet që bënte Case McLean me bashkë me gruan e tij, familjar i jashtëzakonshëm dhe një kritikë e arti. Pra aty unë nuk duhet të toleroja, shumë e njohur që më duket se ka të njëjtin problem për hir të vërtetës tani me smundjen dhe lufton, me një, nuk e di, me jacarim dhe një nxitim të jashtëzakonshëm, tha unë shoh një pedofili këtu dhe ishte koncepti që ai pallat ishte çar nga tërmeti dhe piktori e solli si një rozaf postmoderne, pra dora e nënës dilte nga rrënojat dhe si me thënë, rëmbente vajzën. Dhe ajo i bënde përshtypje dora që rëmbente pikërisht tek gjoksi, që ishte kaq protektive dhe autori e shpjegon të kështu. Dhe aji sigurisht e mbylli duke u zbritur nga Vinci dhe unë nuk merrem me thashe theme se unë i ndërhyra duke thënë që thojnë të luke bëjnë qime me boj, që aty dhe modeli nëna ishte shumë e njohur, ajo Skyline... Tani të lutem, lëri këto histori tani, kemi kaq para të tepër tani që të harxojmë, të lyhem, të pastrojmë, të restaurojmë, kur këtu kultura lëngon, po jo, të lutem, bëja këtu më përgjigj mua. Jo, s'bëj prokurore, bëj gazetare, nuk ky është prokurori. Dhe mos investigoni asnjëherë. Çfarë investigojmë or zotëri, të lutem? A kemi kaq para po të bëj pyetje? Tepricat e tua janë pasuri për mua dhe për popullin shqiptar. Po të bëj një pyetje, kaq para të tepërta, jo nuk është kjo përgjigje. Tepricat e juaja janë pasuri për kombin dhe një pyetje kam unë, kjo Ministria e Kulturës ku është? Po pra pikërisht atë po thoja. Si ka mundësi që jepën kaq lek të tepërta. Ajo mund ta bëj instalacionin ku do, mund ta bëj anash, mund ta bëj te onkologjiku. Besoj do i kishte i far vlerë, po unë jam askushi për mi dhënë mend fare. Ne po japim opinionet tona, më fal. Instalacioni ka prodhuar një vepër shtesë e cila do të shtektoj me radhën e vet, materialet që ka përdorur janë të ashpra, që do thotë që ajo do ta vendosë. A di çfarë pa shumë të mirë nga kjo Elidon? Efikase. Jo, unë se shoh hiç efikase. Unë pash të mirë që pati reagim nga qytetarët për këtë histori. Pra nervi shqiptarit nuk ka vdek akoma. Provokacione që do bëjnë këta dhe nesër do na futen në përshkolla ne. Me i thonë fëmijëve tanë që ke linë trupin e gabuar, edhe ky që dilte dikur, Jo, po ta them unë, se kjo është pjesë e agjendës. Pra, këta shoqatat e këtyre që marrin lek dhe unë mendoj që prokuroria duhet nis një audit të tmerrshëm tani, për mi pakta se ku i marrin paret. Se këta me këtë ligjin që kanë bërë tani do na shkojnë në shkolla dhe do ju thonë fëmijëve tanë ke lind trupin e gabuar. Besoj se e keni pa dëshminë tronditse të 14 vjeçares. Po, para shkollës. Jo, edhe ajo. Pastaj hidhemi aty. Jo, një sekond, sepse po na ndrojnë gjinit fëmijët. Ke raste tronditse 14 vjeçare, ishim në emision bashkë me zotnin këtu, ku tha që kanë thonë ke lind trupin e gabuar. Mi kishin bol lavash truri. Pra këta janë të njëjtët, sepse unë çuditem, janë të njëjtët njerëz që marrin në mbrojtje këtë pikërisht të vepër. Ta vazhdoj këtu ku e la Auloni. Ta vazhdoj këtu ku e la. Ne bashkë vim të dy nga shoqëria civile dhe shpesh herë kemi pasur tematika shumë ndryshme. Jo, s'është njëjta temë, sepse ne po flasim për një çështje shumë sociale, siç është rasti sociale është dhe kjo. Rasti konkret dhe këto vepra ata i morën fëmijën e Elon Muskut, jo ne. E kuptoj. Këto lloj vepra janë disa, duke filluar që nga bankat niveleve dyta deri në Ministria dhe banka niveleve të tjera. Po kjo këto lloj vepra, Ministria ka dhënë lek për këtë? Këto lloj vepra vendosen nëpër anëtarë dhe mjedise të tilla. A e dini skandalit e onkologjiku e keni dëgjuar? Ministria ka kuptim që ministria të ketë këtë gjë kur atje. Jo, sepse aty është një bashkëpunim, mos e ngatroj gjë, aty është një bashkëpunim. Kishte çuar ato lekë jemi tek shkolla me drejt. Në shpinën e Varit flitur për litar. Para një muaji më mbaroi kemioterapin. Ai është litari. Ai është litari.
Dhe me koreksi dhe për herë të dytë. Dhe u them sinqerisht, është Elidon, a i është litari? Ora, po ne kemi shoqëri që nuk është A i ndërgjegjësuar. është litari tani, që po thua tani në shtëpi? A i është litari? Është një shoqëri e cila nuk Pas shkon. ke lek për të bërë një... Shkon të bëjë një check-up për rastin e tillë. Po buxheti shtetit Po buxheti është ajo. Jo, ti hedh për vepra arti tamam, por ne këtë po themi.